Unë dhe PDK-ja kemi pas konsistencë plot gjatë gjithë këtyre viteve. Ne kemi thonë që nuk kemi vijat kuqe, s'kemi vendosë vijat kuqe të bashkëpunimit me asnjë parti politike. Ne nuk i kemi takimeve dhe jemi taku. Kemi thonë që ne garojmë para qytetarëve të Kosovës me prioritete, me program i cili i adreson nevojat dhe prioritetet e këtij vendi. Çështjet ekonomike, standardin e jetesës së qytetarëve të Kosovës, infrastrukturën, rënien, ligjin. Nuk i kemi ikë takimeve. Kemi folë për marrëveshje gjithë përfshirëse politike. Jemi taku. Nuk kanë qenë takime produktive, me rezultat. Zoti Kurti nuk don bashkëpunim, nuk don partneritet, don nënshtrim. Partia Demokratike e Kosovës, bazuar në gjitha këto fakte, ka ardhur në qëndrimin e saj, i cili është i qartë, është publik, është zyrtar. Ne do ta luajmë rolin ton në Kuvendin e Republikës së Kosovës si parti opozitare. Me kritika, me alternativa, po edhe me përkraje çështjeve të rëndësishme për interesin e vendit. Edhe marrëveshjet financiare ndërkombëtare, edhe tema tjera cilat janë në dobi dhe në interes të Kosovës dhe qytetarëve të vendit. Mirë po, nuk ka situatë më serioze. Nuk mund të ketë situatë më serioze se sa suspendimi i rendit kushtetues, se mos respektimi rregullores të punës së Kuvendit, se mos respektimi i vendimeve të gjykatave të përfshi edhe vendimin e gjykatës supreme, nuk mundesh me konë të njëjtën kohë edhe deputet, edhe ministër, edhe kryeministër, asnjë pengesë në rrugën drejt konstituimit të institucioneve nuk e ka pas. Ne si parti opozitare nuk e kemi kontestu rezultatin zgjedhor, edhe pse kemi thonë me fakte që zgjedhjet kanë qenë të lira, po jo të ndershme. Është abuzuar me paranë publike. Procesi zgjedhor, fshehtësia votës ka qenë e cenuar. E kemi pranuar rezultatin zgjedhor. Nuk ka pengesë prej neve, është e kundërta. Ne po thojmë e janë në përputhje me rezultatin zgjedhor i dhojmë vendit institucione. Banë kryetarin e Kuvendit, banë qeverinë, zgjedhën presidentin dhe tash pas qëndrimit fundit të LDK-s, rruga është e hapur. I kanë numrat, i kanë votat. Po, këtë vend, edhe këtij vendi, mbas rezultatit zgjedhor, e ka përgjegjësinë, e ka mundësinë që lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti me i dho institucione, apo me majt vendin në vakum institucional, me mungesë stabilitetit politik, e përmbi të gjitha me shkelje të vazhdueshme të ligjit dhe suspendim të kushtetutës. Kushtetutshmëria në këtë vend do të kthehet. Shiko, na jo që më kontaktu, unë jam taku, kun komuniku edhe me shkresa zyrtare. Për me bo ftesa, sa për me bo ftesa pa përmbajtje, na mundu me bo ftesa. Po nuk janë serioze. Çka po kërkojmë na? Po kërkojmë me u respektu kushtetuta, rregulloria punës së Kuvendit, ligjet, me u bo Kuvendi, me u bo qeveria, presidenti, tash LDK-ja hjeku dorë edhe pjesëmarrjes në qeveri. Dhe nëse nuk dojnë, nuk japin vendit president, nëse dojnë, japin vendit edhe presidenten apo presidentin. Ne vazhdojmë me besu në drejtësi. Lider tonë politik, edhe historik, ka dhonë shembull që kur është interesi i vendit, e të kalojnë vetveten dhe ballavaçohen me një proces të pa drejt në dobi të vërtetës. E vërteta është që lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës dhe e qytetarëve të Kosovës ka qenë e imponuar, ka qenë e drejtë, ka qenë luftë për liri dhe pavarësi. Ne besojmë drejtësi. Populli i Kosovës e pret me shumë interesim datën 16 shtator. Mbi bazën e asaj që kemi pa deri më tani, nuk ka asnjë
arsy, asnjë fakt, asnjë rrethon që çon në një vendim tjetër, pos vendim lirues për liderët tonë, për ish-udhëheqësit tonë, edhe gjatë kohës të angazhimit tyre deri në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, po edhe në shpalljen e pavarësisë dhe në ndërtimin e institucioneve. Aja është proces i ndarë dhe nuk isha dash dikush që atë çështje me ndërlidh për me prodhu situata të pakëndshme e të panevojshme për vendin. Ne do të veprojmë përputhje me rrethonat, çka na po kërkojmë që të konstituohen institucionet, të kthehet kushtetueshmëria në vend, të respektohet kushtetuta si akti më i lartë juridik, që edhe në rrethonat jashtëzakonshme nuk suspendohet, të respektohet rregullorja e punës të kuvendit dhe të respektohen ligjet dhe mos vazhdohet me shkelje të radhës të kushtetutës, rregullorës së punës të kuvendit dhe të ligjeve. Ma lehtë morën vesh dakordohen dy parti politike se sa kur bohen më shumë. I ka numrat. Nuk sillen përputhje me kushtetutën, i tregoj që je shkelsi i kushtetutës, shkelsi i ligjit. Mirë po, LDK ka organet e veta, e ka kryetarin e vet. Dhe normalisht që për LDK-n, flet kryetari i LDK-s, flasim për fasues të LDK-s. Ne jemi parti të ndryshme politike, kemi pas periudha ku kemi qenë oponent politik, kemi pas periudha ku kemi pas bashkëpunime dhe kemi bashkëqeverisë, dhe tash ata kanë pas negociata, ju bile dini ka qenë praktik në kaluarën kur ka pas negociata për marrëveshje, po le tret, derisa ka përfundue negociatat midis dy palëve që janë të negociu nuk është përzi. Nuk e ka prish rënien e negociata. Prandaj i kanë numrat, e kanë gatishmërinë, e kanë mundësinë, nuk është në diskrecion, nuk është në vullnet të asnjë individi, të asnjë subjekti politik me u vendos mbi kushtetutën, mbi rregullorën e punës. Po është absurd në veti me thonë që nëse shkelet kushtetuta nuk është e sankcionuar me çka ndodh. Në asnjë kushtetutë në botë nuk është. Me në kushtetutën e Gjermanisë. Thot kuvendi konstituohet 30 ditë pas zgjedhjeve pikë. Me në të Francës, me në të Italisë. Ne do t'i bëjmë gjitha veprimet normalisht ligjore, do të morëm veprime mbrana ligjit, mbrana kushtetutës, po edhe forma tjera demokratike të angazhimit aktiv që shtetit më ju kthy kushtetueshmëria. Unë jam kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe normal që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës kam pak angazhime më shumë edhe se sa deputet tjerë që e kanë veç pozitën e deputetit, sidoqoftë unë jam shumë i njohës, shumë falenderues për sjelljen shumë korrekte, shumë dinjitoze të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Më fal? Unë nuk e për, ja shiko, të kemi të qartë, se po e di ku po do me dalë, po nuk e ki mirë, po është punë e jotja. Deputet janë deputet edhe vendi punës të deputetve është salla e kuvendit të Republikës Kosovës. Askush nuk ka të drejtë ta pengoj deputetin për mi kry aktivitetet e tyre si deputet mbrana sallës të kuvendit të Republikës Kosovës. Unë shpreh respektin maksimal për gjithë bashkëdhëtarët tonë, se bashkëdhëtarët tonë nuk i takojnë një subjekti politik. Na gjithë kemi familjarë jashtë Kosovës. Kanë kontribute të jashtëzakonshme, edhe gjatë viteve të 90-ta, edhe gjatë periudhës luftës e mbojnë men mirë, edhe përmes kontribute financiare, edhe përmes pjesëmarrjes direkte. Shumë prej tyre kanë prishë edhe dokumentacionet e nardhi, kanë bashkangjit radhë të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Kanë kontribute të jashtëzakonshme dhe shprehu respektin maksimal. Kuvendi i Republikës Kosovës kanë të drejtë me vizitu në mënyrë të kujdesshme, jo vetëm bashkëdhëtarët, po edhe qytetarët e Republikës Kosovës. Ata si në kohë bashkëdhëtarë që kanë shkaktuar. Po, ditë, do më thonë,
edhe qytetarët e Republikës Kosovës, sepse tek e fundit ata janë taksa pagues dhe ne kem përgjegjësi e obligim me dhënë llogari para qytetarëve tonë. Ata janë sovrani. Faleminderit shumë. A konsiderohet vendi konstituar legjitim pasaportën kushtetuese? Ju si PDK ta konsideroni legjitim? Shiko, kushtetuta u shkel. Afati kushtetues nuk është respektu. Por nuk do të thot që tash kjo me vazhdu në infinit me vakum institucional edhe shkelje të radhës kushtetuese ligjore të rregullorës punës kuvendit. Kushtetutshmëria do të me u kthy. Shkelja ka ndodhur. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese është kristal. Çfarë po kërkojnë? Me interpretimin e gjykatës kushtetuese. Ajo është aktgjykim. Gjykata kushtetuese me aktgjykim e ka interpretuar në kushtetuesës dhe ka thonë Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të konstituohet. Nuk thot mundet, po thot duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Afatet kushtetuese janë shkel, na po kërkojmë me u kthy kushtetueshmëria në këtë vend. Faleminderit shumë.